Tre policë të policisë së Gostivarit kanë qenë bashkëpunëtor në vjedhjen spektakolare e cila ndodhi përpara disa ditëve në qendër të Gostivarit ku vjodh 18 kg ari ose 1.8 milion euro. Vetura e cila ishte me persona të cilët vodhen arin u doq në Mavrov, por vetura e cila e kishte transportuar arin është gjetur në garazhin e një shtëpie në Kërqov përpara disa ditëve, ndërsa vetëm sot policia ka arritur që të bie deri në gjurmët e tre policëve të cilët kanë qenë bashkëpunëtor, njëri nga ato ka qenë nga Kërqova dhe dy nga Gostivari. Edhe atës janë arrestuar ASH 33 vjeçar, AP 37 vjeçar dhe VE 30 vjeçar. Bastisja është kryer edhe në shtëpinë e personit EE 50 vjeçar. Gjatë bastisjes janë gjetur armë dhe gjëra të tjera me vlerë. Të gjitha të dyshuar janë për gabitjen spektakolare, siç përmenda më lart, ndërsa vetura e cila është gjetur dhe ka transportuar arin është gjetur përpara disa ditëve nga policia e Gostivarit. Të gjitha janë të konfiskuar dhe në bazë të materialeve të cilat janë gjetur në atë veturë është arritur deri tek bashkëpunëtorët të cilët kanë qenë fatkeqësisht policë. Të fundit, policia ka marrë masa për të gjithë rastet, siç shihet, bashkëpunëtorët kryesor të krimit, korrupsionit dhe vjedhjeve dalin të jenë vetë policët nga brenda.